Regjimi iranian ka dënuar me vdekje një grua 67 vjeçare pas një gjyqi që zgjati vetëm 10 minuta. Zonja Zahra Shahbaz Tabari, e burgosur politike, është dënuar me vdekje për dyshime mbi bashkëpunimin me organizatën kryesore të opozitës, organizatën e Mujahedinëve të popullit të Iranit. Ajo është simpatizantja 18 e PMO-is që dënohet me vdekje gjatë vitit 2025. Tabari ka një master në inxhineri elektrike nga Universiteti i Teknologjisë së Isfahanit dhe nga Universiteti Borast në Suedi, ku është specializuar në energji të qëndrueshme. Ajo vuan nga sëmundje kronike dhe kushtet e papërshtatshme të mbajtjes në burgun Lakan, së bashku me mungesën e ilaçeve dhe kujdesit mjekësor, si edhe presionin e vazhdueshëm psikologjik që e kanë përkeqësuar gjendjen e saj shëndetësore. Dosja e çështjes përmban vetëm një copë pëlhur me sloganin "Grua Rezistencë Liri" dhe një mesazh zanor të papublikuar, të cilin familja e saj e konsideron pa bazë të papranueshëm. Ai u arrestua më 17 prill të këtij viti pas një mbastisje të forcave të sigurisë në banesën e saj në Rasht. Aktualisht mbahet në burgun Lakan dhe është gjykuar nga ashtu quajtura gjykatë revolucionare e Rashtit. Seanca gjyqësore e mbajtur me videokonferencë zgjati vetëm 10 minuta. As nuk ju lejuat konsultohej me një avokat të zgjedhur prej saj.